me 15 korrek, Prokuroria Speciale e ka thirrë për me dhënë deklarat në cilësi të personit të dyshuar, Halil Thaçin, kryetarin e komunës së Obiliqit. Thaçi është ftuar në prokurori për shkak se është duke u hetu për emisionin që kemi publiku në korrekt të vitit 2024, e në cilin kemi publiku materiale ku Halil Thaçi dëgjohet duke ju premtu njerëzve që me ndikimin e tij do ndryshon hartat e shpronësimeve në Shqipitull. Ata që jetojnë në Shqipitull e dinë që kur të ndryshojnë këto vija të shpronësimit, përfitimet për pronarët janë të mëdha. Krejt hulumtimi e ka bind Prokurorinë Speciale të Kosovës me nis hetim penal për Thaçin, po du me ju rikujtu çka ka thonë Thaçi në incizimin që e kemi publiku në emisionin e Korrikut 2024. Qaj ne këte rezervatori që u hi mu shtonësu që të, qaj kom e rogë, kom e shtonësu këtë juve. Unë së të kesh me këtë drejtorin, që të zëvën drejtorin, mortën ju më taku edhe me Bekir. Na e në të e pitë këtë me mëndë, që këtë me mëndë jam një allonë orientimin njës. Këtë me mëndë ja delta në zorin, e konstatan që qëta banor jam në rëzit, jam të zhurme, që dini këqyri në shpia këtë me meja merë vendim që pa më pasysh a i dohet ose dohet njës dohet një shpasu. Këtë me me kryetari i borit të del Bashulli, Habib Bashulli, promë këm najt me 2 orë këm najt me të promë edhe unë që drejtim si më turnohë. Në atë mërkurën po menojna që kena me emëru bordin e këtë me me. Si të emërohet bordi këtë me me, ata janë nisin sojnë. Se këni kohëllë, pas ata që kanë marrën, dhe ma krejti këna largu për drejtorin. Qa e një kohë, Isa Gjemojli, Ahmet Betyqi, ata asë njësë. Për shënda të për me, nuk lakëshan licencë. Djel jam qëtë pika, aj drejtorit jem shkjoa pike, që po mëna me të kryetarit bordit të për me shumë laune, ku me dojnë një asë të pike. Djeri që të shka, dhe që saj visë që të. Na kena me bo plonin, 1 vjeçor, 5 vjeçor, 10 vjeçor. I bojna 5 vjeçori, dojna qërë ti mund është me maru qa du, për me u e tua. Nuk gjejet, 10 vjeçor do të mi kaltu, nuk për shamu ti që të shpije që tu, e bënë kërtjesë nëse ki nevoj për një banem, për një asit. Vina më vend, i shumë antarët e konstatojnë që ti ki nevoj për një vend, për një dhumë, për një 2 dhumë asem. Po jo me ndërtu se s'ka problem, e bujnë një qësime ka komplet, edhe nuk ka problem. Njerës të unë i kemë këta, na nga shqyrtu edhe këna analizuar me drejtorit. E vetë një mënësi është me në adhonë KPMB-ja, me në adhonë urdën, se KPMB nuk jep këshiva, KPMB dhe urdën e kemë. Për me marrë licencën dëhet qito shtyme. KPMB i kemë një ashtu shtyme dhe sa, të smanqore. Por që ka ndodhi sot para derës së prokurorisë? Zotri Thaçi doli para gazetarve dhe tha të pavërtetën e parë. Ai u tha gazetarve se është ftuar në prokurori si dëshmitar. Fakt ky që u mohua me njëherë nga Prokuroria Speciale. Ta dëgjojmë Thaçin. Intervistuar në cilësinë e të dyshuarit apo si dëshmitar? Po si dëshmitar ata natyrisht që më pyetën për çdo gjë, edhe unë për çka do që unë të di, do t'i përgjigjem prokurorit. Para se me shku tek pjesa tjetër e deklaratës, po ju sqarojmë që Prokuroria Speciale na ka dhënë përgjigje e cila na thot kështu. Mund të konfirmojmë se HT është intervistuar nga Prokuroria Speciale në cilësinë e të pandehurit në kuadër të procedurave hetimore që kjo prokurori është duke i zhvilluar në një rast që ka të bëjë me shpronësimet në fshatin Shqipitull, në ndyshimin për kryerjen e veprës penale ushtrim ndikimi. Unë jam gazetari Shqipron Xhema dhe unë kam hulumtu tërë këtë ngjarje. Për me intervistu zotri Thaçin, për këto pretendime, unë kam thirrë disa herë në telefon për me i marrë përgjigje për këto pretendime. Ai nuk ka pranu me dhënë intervistë para kamerës në atë kohë, ndërsa sot, më 15 korrek, zotri Thaçi në ditën kur prokuroria e ka thirrë me e marrë në pyetje si person të dyshuar, tentoi me një llos krejt hulumtimin, duke lansu të pavërteta. Unë i kam dalë sot zotrit Thaçi për para tek prokuroria, me mikrofon në dorë, edhe i kam parashtru pyetje. Në asnjë moment, zotri Thaçi nuk kam bërri as faktin më të vogël me paraqit për pretendimet e tij. Keni folur edhe për çështjen e potencialisht ndërhyrjes në vijën e shpronësimit në Shqipitull, çka ju kanë pyetur saktësisht edhe çka keni thonë ju? Pika por, te prokurori kam tregu
që vetë Kallxo.com-i për 3 muaj radhazi më ka thirrë në telefon, vetë pronarja Kallxo.com-it ka kërku takim që mos të publikohet video, dhe sigurisht edhe të edhin këto. Bazune këto pretendime. Sigurisht që po, i kam bazune dhe nuk kam ra prej e shantazheve të mediave, edhe asnjëherë zot bi. Kur asnjëherë nuk do të shantazhohem, as nuk do të kërcënohem. Unë do të jem gardian i të drejtave të qytetarëve të mi. Faleminderit. E keni pas mundësinë edhe me u intervistu nga? Jo, keni pas refuzuar edhe intervistën? E keni pas mundësinë? Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet as pak nuk është e vërtet. Nuk e di nëse je ti që më ke thirr, po 4 herë kem lënë. Në telefon kemi biseduar, në intervistë ju kam thënë. Në fund më ke thonë, është i mirë mu taku në tin 400 muaj. Nuk është e vërtet. Është e vërtet, shumë është e vërtet. Po, nuk është e vërtet. E keni pas mundësi, nuk keni dalë në intervistë. Unë tregoj jeta Gjarës, nuk shantazhohem unë. Nuk shantazhohem. Pra, t'jemi të qartë, këto pretendime pa asnjë provë vinë prej njeriut që është filmuar në kafe, tu premtu ndikim në ndryshimin e vijave të shpronësimeve. Fatmirësisht, ne jemi të trajnuar për të mbrojtur veten dhe gjithmonë jemi siguru që çdo komunikim me zotrin Thaçin ta mbajmë të regjistruar. A keni biseduar ndonjëherë ju me zyrtar të Kekut të KPMM-s për shpronësimin shqiptar? Jo, KPMM-ja tek tashu është kriju bordi para një vite, që të me fundit të kuvendit është kriju KPMM-ja. Do bordi KPMM-s, KPMM-ja ka qenë dikon 70 muaj. Po. Një vjet pa bërë KPMM-s. Me zyrtar të Kekut, a keni biseduar ndonjëherë? Po. Unë kam biseduar me banorët e asajame. Projekti është një projekti Mindrogo që quhet, që Shqipitullën e kalon jashtë. Një pjesë Shqipitullës. Unë e këmë dhonë si propozim që kërkesën dërët mja dërgu, banorët mja dërgu, kërkesën KPMM-s për kërkesën mja dërgu KPMM-s për me po ata se çfarë gjendje është Shqipitulla, për me po domën që po ju buhen qytetarëve aty. A ke folti me zyrtarët e Kekut për shpronësimet në Shqipitull? Jo, absolut, kur asnjëherë s'kam folur me zyrtarët e Kekut për shpronësimin në Shqipëri. Jo, veç pak. Unë tash kështu të shqiptar. Për temën e caktuar, aty mbetë për një të zotari ajo ka punë herë me Kekut ta kemi biseduar. Jo, unë të pyeta për çështjen e banorëve të Shqipitullës, a e takun herë? Jo, për çështjen e banorëve e shpronësimeve. Jo veç me këtë po ku mundi të ngrit zonën për ta, sonë vënë që ka bëu diskriminim, aty në banorëve janë diskriminuar që ne jashtë projektit Kekut. Unë mendoj që ashtu. Tash ka njerëz që mendojnë që nuk është ashtu që po mendojnë, po kjo mendim janë, edhe sot muj për ata banorë, jo veç për ata banorë, po edhe për banorët e fshatit madh, ku me lobu që mu përfshi në shpronësim të Kekut. Ju jeni taku edhe me bordin e ri të KPMM-s, apo? Jo, shumë taku në bordin e ri, na veç e kena votu në Kuvend Republikës bordin e KPMM-s. Po, veç në incizimin që kam unë, ju thoni që jeni taku me Habib Bashollin. Jo, s'po di çfarë incizimi kive të ku kom biseduar në vallë tash shpëtan. Se di me kam kom biseduar në çikon tonë. Jem taku me Habibin, a vëdën se... Jo, bordin Kuvend e ka votu me 16 maj, apo? Vallë se di në maj, po se di çfarë do. Okej, në bosë qasonet që ka e kam unë, incizimi është i para 16 majit dhe ju kallëzoni që jeni taku me Habibin, po du me ditë, që shë keni ditë jo që Habibi ka mu zgjedh kryesuesi bordit KPMM-s para prakesht? Veç s'po di ju në për ke marrë incizimi që në publikisht, as s'po di kush ka mujt, a ka bu në montaj, dikush as mirë, po unë absolut nuk i këm ditë as që bëhet Habibi. Jo, veç unë vetë zyrtaresht me institucione e komunikaj. Për t'ju sqaru, shikues të nderuar, palët që e kanë incizu zotri Thaçin, e kanë sjell materiali në redaksin tonë. Ne, me 5 qershor, i kemi dërgu zotrit Thaçi pyetje dhe kemi telefonu
për me dhënë versionin e tij për ngjarjen. Pas 40 dite, hulumtimi i plot me të gjitha burimet është publikuar në televizion. Pse po e përmendi këtë? Më herët e dëgjua zotri Thaçin tek thotë se 3 muaj e kemi kontaktuar për këtë hulumtim. Pra, letë konstatohet sërish që ai nuk po e thot të vërtetën. Në ndërkohë, pas këtyre deklaratave, redaksia e Kallëzos ka dalë me reagim publik për këtë ngjarje. Në reagimin tonë të cilën e kemi publiku sot gjatë ditës, e kemi bërë qartë që ky është njëri prej rasteve më të rënda dhe sulmeve më të rënda ndaj gazetarisë hulumtuese në vitin e fundit. Sulm ky që vjen direkt prej një politikani i cili është duke u hetuar për një aferë të korrupsionit, hetimi së cilës është nisë për shkak të një hulumtimi televiziv të cilën e ka bërë Kallëzo.com. Sulmi i këtij njeriu ndaj Kallëzo.com nënkupton sulm ndaj fjalës së lirë, sulm ndaj të drejtës për me zhvillu gazetari hulumtuese në këtë vend dhe sulm ndaj kredibilitetit të mediave të pavarura të cilat guxojnë dhe kanë aftësi me hulumtu, me hetu dhe me publiku afera të tilla të korrupsionit. Zotri Thaçi është filmu për ekipit ton në një muhabet ku ai ka premtu ndryshimin e linjave të shpronësimit në zonën e Shqipitullës, në njënën prej zonave e cila tradicionalisht është njohur për aferat korrupsionit, të shpronësimeve dhe të keqpërdorimeve me shpronësimet e miliona eurove të cilat vijnë prej Kekut apo prej qeverisë të Kosovës. Dhe kjo aferë ka shpërfaqur një tërësi të plotë të ngjarjeve ku njerëzit e pushtetit e përdorin shpronësimin si mjet për me mri deri tek votuesit vet për me mri edhe me i bind ata. Sot, kur zoti Thaçi është ftuar në Prokurorinë Speciale për me dhënë dëshmi dhe për me dhënë deklarat në cilësinë të pandehurit, po e theksoj, në cilësinë të pandehurit, ai kur ka dalë para gazetarëve, pa asnjë fakt, ka vendosur me sulmu ato që e ka denoncu, duke pretendu që thjesht ai është ndi i shantazhum. Zoti Thaçi në këtë rast nuk ka mujt me u ndi i shantazhum, për shkak se kërkesa jonë në këtë rast, për shkak se unë e kam redaktuar hulumtimin dhe kam mbikëqyr krejt punën se si është zhvilluar këtë rast, kërkesa jonë e bëme me datë 5 qershor ka qenë e qartë. Zotri Thaçi është ftuar për intervistë për me sqaru takimin në cilën ai dëgjohet duke bë aferën të cilën e kemi quajtur si afera e Shqipitullës. Në këtë situatë, çdo material të cilën e kemi pas, çdo komunikim të cilën e kemi bë me zotrin Thaçi, ne e kemi të incizuar, e kemi të dokumentuar në arkivat tona dhe në asnjë moment zotri Thaçit nuk i është përmend takime sy më sy, nuk i janë përmend pretendimet të cilat ai ka ngritur sot në publik dhe nuk janë kërku takime të cilat ai po i pretendon. E vetmja kërkesë për takim ka qenë për me zhvillu intervistë para kamerës, gjatë të cilën zotri Thaçi nuk e ka pranuar, mirë po është intervistuar në telefon dhe këto incizime ne kemi publikuar në hulumtim. Tentativa e zotrit Thaçit që aferën e vet të korrupsionit, të përfshirjes së tij në ndikimet në Komisionin e Pavarur për Minera dhe Minerale, njëri prej aktorëve kyç në shpronësimet në Shqipitull, me zhvendos në një sulm të mediave, për neve janë të papranueshme dhe i cilësojmë si një sulm direkt ndaj punës tonë të pavarur. Për këtë arsye, kemi sensibilizuar edhe publikun, edhe organizatat të cilat mbrojnë gazetarët, e shumë më shumë do të vazhdojmë me punën në këtë drejtim, duke hartu padin ndaj zotit Thaçit dhe duke dërguar zotin Thaçi në gjykat me padi për shpifje, për shkak se çdo deklaratë që është dhënë prej tij sot gjatë ditës për ekipin ton, për kolegët ton, për autorin e emisionit, për redaktorët e emisionit, është hiç më pak se një shpifje e plot, e në disa raste mundet me kalu edhe në elemente të tjera, të cilat më vonë do t'i trajtojmë juridikisht. Është shumë e qartë që shumë shpejt na do ta dorëzojmë padin për shpifje. Është shumë e qartë që kemi një fat të mirë që disa prej gjykatave tona kanë nisur me i trajtu padit për shpifje. Tashmë Kallëzo.com ka fitu disa pati ndaj individëve të cilët në formë të influencerëve kanë sulmu kredibilitetin tonë dhe ne do të vazhdojmë me mbrojt kredibilitetin tonë edhe në gjykat, po edhe para publikut. I kemi lutur gjatë ditës të gjithë kolegët gazetarë që para transmetimit të deklaratave shpifse të zotit Thaçit të marrin mundin dhe të paktën të verifikojnë nëse ajo çfarë ai po pretendon është e vërtetë. Zoti Thaçi sot gazetarëve nuk ka mujt me u shpërfaq asnjë incizim për ato që ai ka pretenduar, nuk ka mujt me u shpërfaq asnjë mesazh për ato çfarë ai ka pretenduar dhe aq më shumë ai vetëm ka vazhduar me shpif pa e dhënë asnjë provë, duke thjesht manipuluar opinionin në pretekstin se ai është në mbrojtje të qytetarëve. Në këtë situatë, në mbrojtje të qytetarëve kanë qenë ata që kanë raportuar për sjelljet e zotit Thaçit në ekipin tonë dhe në këtë situatë ne mendojmë që
mbrojtja e qytetarit do të ndodhë në momentin kur shpërndësimet në shqipitull të hetohen në plotni dhe ata që kanë shpip të marrin ndërshkimet prej gjykatës.